dhe me bo qeverin ose na çu nxjerrë këtu. Okej, Sabri Rahmani nga Gjermania, nga Baden-Badeni. Thot profesor Arsim Bajrami vitin 2016, e thot bukfali se kushtetuta nuk i lejon partit tjera me formu qeveri përpos partisë fituese. Thot nëse dëshiron ta çojë. Jo, ka vepër se gjykata kushtetuese ka vendosur ndryshe, ka vendosur që nëse s'moni pa mundet i dyti. Shkojmë tutje. Shkojmë tutje me pyetje tjera. Po ka i vën shumë edhe Arsim Bajrami, se pas ka përmirësu. Jo, po kjo update duhet m'ja bë. Ja, ka mojt mend deklaratën. Deklarata është para vendimit. Po dhe para vendimit, e qartë. Edhe është simpatizant i vetëvendosës sikur Kush? sikur ata mi votuar. Okej, krizë ngërç apo zgjidhje shpejt gjatë të nesërmes ose ditëve në vijim për ty? Jam shumë skeptik, besoj që mund të ketë krizë. Mund të ketë krizë. Pra jo, nuk pret zgjidhje të shpejt. Jo. Ti Drenar? Unë pres zgjidhje të shpejt. Zgjidhje shpejt. Kosovë? Edhe unë pres ngërç, pres krizë nuk do t'jeta që thjesht sa gjonat kryer me na ditë. Shej gazetari profesionist që i merr dy palët e lën çdo herë.